Ndikimi i fotografëve italian në vendet e mesdhëut gjatë shekullit të 19 ishte tema një konference shkencore që u mbajt nga Muzeu i Fotografisë Marubi. Në këtë forum dedikuar trashëgimisë fotografike italiane në mesdhe, morën pjesë studiues, historian të artit dhe kurator ndërkombëtar. Muzeu Marubi pat nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimit me Muzeun e Fotografisë së Firences. Që nga ai moment, që nga ai nënshkrim, ne kemi pas mundësi që të sjellim një dyshe ndër më të famshmit e historisë botërore të fotografisë, fotografët Felice Beato edhe Adolfo Farsari. Nga ai moment dhe deri tashti ne kemi viju bashkëpunimit, i cili kulmon në këtë konferencë shkencore, ku sot janë pjesëmarrës në rëmnat më të rëndësishëm, në studiuesit më të rëndësishëm të fotografisë të Italisë. Dhe këtë konferencë e ndërron edhe vetë drejtoresha Muzeut Alinari, e cila vjen sot në këtë. Temat janë mjaft të rëndësishme, të gjithë ftuarit kanë tema shumë interesante dhe kjo është një mënyrë edhe për ta integruar tashmë historinë e Pietro Marubit në historinë e kulturës e historinë e artit të Italisë. Për drejtuesin e Fondacionit Alinari në Firenze, Claudia Baranzini, përfshirja e Pietro Marubit është mjaft e rëndësishme pasi ka një kontribut të madh gjatë shekullit të 19. Il contributo di Marubi in questo convegno è fondamentale. Kontributi i Marubit në këtë konferencë është shumë i rëndësishëm, themelor, edhe është një nga kontribuesit më të mëdhenj fotografëve italian jashtë vendit. Ne bashkëpunojmë me fondin me Marubin, pasi edhe Marubi si ne ka një fond fotografish, sigurisht më të vogël se ne, sepse Fondacioni Alinari ka një fond prej 5 milion fotografish, por është shumë i rëndësishëm pasi përcjell fotografitë e italianëve jashtë vendit. La fotografia italiana e che cosa ha generato in un paese come l'Albania. Bashkëpunimi mes Muzeut të Fotografisë Marubi dhe Fondacionit Alinari për fotografinë ka nisur prej disa kohësh, ndërsa sot kulmoi me këtë konferencë shkencore me pjesëmarrjen e figurave të rëndësishme të kulturës dhe fotografisë.